Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV për të komentuar këto lëvizjet më të fundit që po heshtin, këto lëvizjet pas dë, por që krijojnë shumë hamendësime, krijojnë shumë pikpyetje, krijojnë shumë dinamizera dhe në këtë rast dua të ndaloj tek një veprim që ka bërë natën e mbrëmshme konkretisht Egli. Gjatë kohës kur gjesti por performonte në sken, ku po komentoheshte dalja e Eglit në sken, ku priteshte që Egli të ngjitet në sken, Egli Tako po bën disa veprime në Instagramin e saj, njëjtë siç bëri në momentin kur doli herën e parë nga shtëpia. Tani Egli kur doli herën e parë nga shtëpia, vetëm bënte pinet është ajo gjëja që do me thënë është si tip gozhde që i ngulet e fotoja për ruajtje të sa të duash ti të asaj gjës, do me thënë fotografisë aty në Instagram, po bënte pinet, video nga e kaluara, momente nga e kaluara, situata nga e kaluara, fotografia të saj më interesante, video me këngë interesante e gjëra të këtilla. Tani, natën e mbrëmshme, Egli ka ndryshuar foton e saj të profilit në Instagram. Ka vënë foton që Top Channel e përzgjodhi për portokalli. Çuditërisht, Egli akoma nuk ka nxjerrë një foto apo një video për të falenderuar shqiptarët për rrugtimin e saj në Big Brother, ashtu siç në fakt kanë bërë të gjithë banorët në momentin kur e kanë lënë shtëpinë e Big Brotherit. Po qëndron shumë e heshtur, po qëndron larg gjithçkaje dhe po bën vetëm një veprim. Dhe veprimi që Egli po bën është të bën pinet apo të ndryshon foton e profilit dhe asnjë gjë tjetër. Do me thënë asnjë gjë tjetër. Nuk dihet se si është situata e saj, çfarë ajo po bën, si po kalon, si po e menaxhon kohën, por do me thënë ajo thjesht nuk bën asnjë gjë publike. Dhe kjo gjëja është një diçka shumë interesante që në fakt po ndodh në jetën e Eglit dhe pse preferon ta bën këtë gjën. Preferon që të mban publiku në ankth, që të jenë sa më shumë kurreshtar për jetën e saj, që unë mendoj se kjo është një përzgjedhje e gabueshme, sepse publiku të don më afër vetes, jo kaq larg vetes, se nga që kjo dëshira e madhe për të kuptuar për jetën tënde, ky pasion i madh mund të kthehet edhe në një bumerang të keq, mund të kthehet edhe në një urrëtie për ty, dhe në qoftë se ti nuk je fare aktive dhe lë non stop publiku në ankth, atëherë ajo është një gjë shumë e shëmtuar. Por siç duket Egli është në një bashkëpunim të fortë me produksionin e Top Channel dhe ruajnë marrëdhënien, ruajnë situatën, ruajnë çdo klikim të mundshëm vetëm e vetëm kur Egli do ngjitet për herë të parë në sken, edhe me patjetër që ma besoni edhe post Big Brother dhe të dielën në të dy portokallit, në qoftë këtë me gjestin, qoftë atë me Eglin, do ketë shumë klikime, shkaku sepse gjesti dhe Egli janë shumë në qendër të vëmendjes për rrugtimin e tyre. Do kisha dashur të marr mendimin tuaj. A i shikoni edhe ju si mua këto lëvizjet e Eglit pak të gabueshme dhe në fakt irrituese tek publiku, sepse nuk ka asnjë lloj sqarimi përveç se lëvizje shumë pak të vogla në Instagramin e saj. Dua mendimin tuaj.